dhe gjithë atyre që e kanë njohur të ndjerin. Arbeniti ka qenë një ndër punëtorët më të dalluar në korporatën energjetike të Kosovës. Ka qenë një djalë i mirë, një djalë punëtor, po mbi gjitha incidenti ndodhi në momenti kur ai ishte duke bartër ose duke zaventuar një kabël të 6 kV, pra në momentin kur ai ka rënë kontakt me energjinë elektrike, ai vetëm është godit dhe si pasojë asaj ka ardhur dhe vdekja. Ne si Sindikati i Korporatës Energjetike të Kosovës kemi ngritur shqetësime të mëhershme për rreziqet në punë që i kanë punëtorët e korporatës, për pajisjet mbrojtëse dhe shumë për gjëra të tjera të cilat lidhen me sigurinë dhe faktorin e sigurisë në korporatën energjetike të Kosovës. Njëherë po them me pikëllim shumë të madh, sepse në korporatën energjetike të Kosovës përpos punëtorët që vdesin nga sëmundjet profesionale që i marrin korporatën energjetike të Kosovës, ku numri i tyre është jashtëzakonisht i madh krahasim me sektore të tjera, sepse në korporatën energjetike të Kosovës afër 1% e stafit vdesin brenda viti nga sëmundjet që ne dyshojmë që i marrin për shkak të punëve dhe aktiviteteve të punë korporatën energjetike të Kosovës. Tash duke ashtuar edhe këto incidente që kanë ndodhur, ku vetëm këtë vitin e fundit kemi 4 raste, kemi Mirxhen Sadikun, punëtorin e sigurisë, kena Minazem Binakun në pajisjet e ndihmës atje, kena Haxhi Gojnovsin, i cili ishte punëtor në ekskavator, tash edhe me rastin e Arbenitit, me të vërtet neve kolegëve të korporatës na ka shkaktuar dhimbje të mëdha, po na shkaktojnë shqetësime edhe një pasiguri në punën tonë të përditshme.